Mimrëma të ndëruar shikuese ju adhurues të basketbollit, jemi me pamje direkt nga palestra Karagajçi në Pej, këtu ku do të jemi me duelin ndërmjet Go Plus Pejës dhe Golden Eagle Yllit. Dhe plotësisht loja e therandasve ka ndryshuar. Gjuan nga gjysmë distanca, nuk është i saktë edhe një herë, rikuperojnë therandasi te Scott Bamford ndaj Sigal Prishtinës. Mjaft mira i top tek Shëndrit Llapi, i haruar plotësisht në kosh i therandasve. Morina bukur tek Hafmën, lëvizje mashtruese. Mola, sekundat e fundit të aksionit do të gjuan Jordan Johnson, i cili realizon me siren. Bamford, Hafmën, ball Herndon, gjen Gzim Morina që do të tenton për 3 pikë. Gzim Morina edhe një herë. Fletën do gjuan për 3 pikë, realizon Fletën. Mitrovic skuadra e Pejës, por nuk arriti ta mbanat lojën e mirë, tashmë dhe një top i vjedhur. Musab Mala në kundërsolm, realizon. Musab Mala në anën tjetër nuk realizon, e Shëndrit Llapi në nivel të detyrës. Gjuan nga gjysmë distanca, realizon kësaj radhe Ellen. Teksa Jordan Johnson, super i disponuar duket sonte e pejanëve. Scott Bamford tenton për 3 pikë. Vjen treshja në anën tjetër, jo dhe pikët, por vazhdon akcioni i skuadrës së Pejës e në flak. Shpejt në kundërsolm, Antoine Scott nuk i lejon të vendosen në mbrojtje lojtarët e Go Plus Pejës. Deri në fund, Arti Ajdari. Bamford. Vet, deri në fund, Scott Bamford realizon. Bashiq bukur tek Liz Shoshi që realizon gullitje e bukur e tij. Alley-oopi Bashiq ndalet edhe me faul Liz Shoshi. Në këtë mënyrë, në vazhdimsi e sulmonte Sigal Prishtinën Golden Eagle Ylli. Antarët e policisë së Kosovës së vendosur. Teksa vjen depërtimi i Fletën. Ajdari për 3, gjuan Arti Ajdari realizon. Edhe Lovro Bashiq që vjedh atop Ellen në kundërsolm. Edhe një tjetër tentim për 3 pikë nga Ajdari, nuk është i saktë. Teksa do t'jetë në kundërsolm Liz Shoshi. Hall. Tentimi për 3 pikë nga Scott Bamford. Megjithatë Herndon është aty për ta marrë kërcimin. Bukur e kthen atop Fletën tek Herndon. Musab Mala, Arti i lirë, por nuk e sheh. Gjithsesi, e kthen tek Fletën. Te Bashiq bukur tek Hoffman, i cili realizon. Tek Bashiq, i cili do të tenton për 3 pikë, realizon edhe Bashiq. Jordan Johnson realizon edhe një herë për treshe. Për të përgjigjur në anën tjetër, Scott Bamford. Ati Llapi. Hall blokohet, pastër nga Shëndrit Llapi. Në anën tjetër, Musab Mala realizon. Shini sa i angazhuar Fletën. Tentoj t'ja vjedh ato, por nuk ka problem. I zgjidh gjërat Trevor Allen. Tjetër top i vjedhur në kundërsolm. Trevor Allen e kësaj radhe blokade Fletën. Herndon. Për ati Liz Shoshi e blokon pastër. Edhe një herë Lisi. Teksa shkon disia i top deri tek Hall. Dhe rezultatin e barazon 53-53 në anën tjetër. Jordan Johnson me pikën e 18. Prej 2 pikëve tek pejanët. Bamford për 3 pikë. Hall. Luan 1-1 me Arti Ajdarin.
Antoine Scott. Tek Liz Shoshi, i cili me ngulitje e përfundon aksionin. Lëvizje bukur mashtruese dhe vin pikët e Lisit. Musab Malal. Blokade Hall. Ndaj Musab Malës. Po vazhdojnë tashmë gjërat e ecin mjaft mirë për skuadrën e Golden Eagle Ylit. Sherwin Williams. Gjuan nga gjysmë distanca. Edwards realizon. Topin e duart e Bamford, i cili realizon për 3 pikë. 65-68. Europeanët e përsipëri 12 pikëve patën, por nuk arritën të mbajnë. Trevor Allen, para ti Arti Hajdari e gjen ndërtimin Trevor Allen jo dhe pikët, por është Huffman aty që dominon për ball Edwardsit. Hajdari tek Musab Mala. Shkon deri në fund Musab Mala. Dhe me njerë vjen për kraja e publikut. Edwards me blokad, Fletën në anën tjetër. Në Karagaq, presioni Williams, i cili e vjedh topi niset në kundër sulm. E lë. Njerë topi në duart e Musab Malës, 5 sekunda. Do të gjuan për 3, realizon Musab Mala. E rikëthen avantajin prej 3 pikëve tek Bejanët. Merë përgjithsin Mala. E në anën tjetër përqetsuar gjithçka. Fenomenal. Teksa vjen ngulitja e Hendon. Aksion fenomenal i Bejanëve. Loj fantastike në ato minuta që i ka pasur në dispozicion. Shëndrit Llapi tashmë, vin pikët e Herdon. Musab Mala tek Shëndrit Llapi bukur. Tek Herdon që realizon. Time out e ndrit Elshani kërkon. Antoine Scott merr përgjegjësinë për një treshe të cilën e realizon. Scott do tenton edhe një herë është i saktë. Zemorina tek Antoine Scott. Scott Bamford për 3 pikë. Gjërat po ecin mirë për skuadrën e Ylit. Liz Shoshi e shfrytëzon. Antoine Scott tek Huffman, bllokohet nga Herndon Poster. Tek Huffman, bllokohet nga Herndon, por topi kthehet në duart e tij. Arti Hajdari ndalet për treshe, realizon. Arti Hajdari 25.9 deri në fund. Williams, Fletën, tek Williams, 4. Williams, Gjuan, nuk arriti të realizon. Golden Eagle Yli e merr fitoren në Karagaq në Pej.